pyetja tjetër, se këtu pastaj intrigohet, ju që do të votonit vetëm për një parti të re në që se krijohet, pse nuk votoni për Partinë Demokratike? Dhe këtu kemi ofruar disa alternativa, ka dështuar në qeverisje, pra Partia Demokratike, është partitë në diktatin e zotit Berisha, pra që mënyra se si ai ka drejtuar atë parti, mosha e drejtuese, e cila është 81-82 vjeç, apo të tre arsyet bashkë. Sigurisht ka një bizotrim të 50.5%, pra diçka më shumë se gjysma thonë që janë të tre arsyet bashkë. Pra pse nuk e votojnë Partinë Demokratike, sepse ka dështuar më parë në qeverisje, pra duket që janë ata që kanë votuar kundër Partisë Demokratike edhe në 2013, ose janë bindur që ajo e meritoi humbin atëherë. Është një parti që është diktatin Sali Berishës, dhe kjo është një gjë që nuk e kundërshtojmë dot, dhe jemi të gjithë dakord. Mosha e drejtuese, pastaj këtu kjo është diçka subjektive, por shikojmë që një pjesë pak më e vogël mendon gjithashtu që edhe mosha e drejtuesit ka të bëjë. Ndërkohë që shikojmë Beko që 50.5%, pra thonë, një parti që ka dëshuar në qeverisje, që drejtohet në mënyrë autoritare dhe që ka një drejtues një moshë caktuar biologjike. Është lexim? Po, është lexim i qartë fare, sepse të tre këto elementet, të cilat përmenden që në kohën që Berisha është kthyer për ta marrë PD-n në mënyrën si e mori, janë përmendur. Është përmendur që si mund të kthehet të votojmë prapë, të votojmë përsëri një parti e cila ka të njëjtën elit me të cilën u votua me 1 milion votër kundër në 2013. Është thënë kjo dhe vazhdon ende të thuhet. Pra nuk amnistohet për këtë gjë Berisha. E dyta është që është në diktatin e Sali Berishës, mendoj që 24.3 janë pak. Duhet të ishin edhe më shumë aty. Më shumë janë se 50.5% mendon po ashtu. Dakord, e ka përfshirë dhe ato, por është thjesht i ka përfshirë dhe treja bashkë. Është parti personale, pra teza që thuhet partitë politike në Shqipëri janë partitë kryetare, në radhë parë nisi nga Sali Berisha, se është më i vjetër në moshë edhe në kohë politike, se Edi Rama i cili ka në 2008, po dhe Edi Rama në 2005, po edhe Edi Rama ka më falë në 98-ën. Si kryetar partie në 2005. Kryetar partie në 2005. Në 2005, por që futu politikë në 98. Nëse plasim të referohemi si kryetar partie. Po si kryetar partie në 2005. Dhe po jo pak dhe 21 vjet. Është parti kryetari. Dhe si PS-ja dhe PD-ja. Dhe mosha 81 vjeç, më shumë se sa për moshën, po të vinde me ide të reja, po të vinde me një format tjetër, po edhe sikur te kalon të vetë-veten, të shpikte vetë-veten Berisha, pavarësisht moshës, do të pranoj. Por nuk mund të pranojë kur thuhet moshën, e kam fjalën më shumë për moshën politike të tij. Jo, po